Partia Demokratike nuk quhet demokratike përsa kohë ajo nuk respekton rregullat, sepse nuk mund të fusësh një parti të tërë, të tallesh në gardë, të bësh fasadë dhe në fund thuash, unë do vëj miqtë e familjarëve të mirë, rastin konkret pandaj po ta specifikoj çunin e pariut. Ju e dinit këtë. Unë nuk e dija. E dini sepse kur janë bërë, mos besoj angar, nuk hyj angar. Jam dakord, E dyta, arsyeja pse ndoqja Berishën dhe ishte shumë e bukur pyetja jote. Dhe pse unë i dola kundra Bashës ishte fiks sepse unë doja që deputetin ta zgjidhte antarësia. Kur unë e kuptova fasadën, unë reagova absolutisht dhe thash. Gjithë kanë ra pre e propagandës dhe mashtrimit Berishës. Kjo nuk është faji juaj, është ajo, por ju si të ri duhet kishit pa gjithë rrugtimin e Berishës, dhe ato që i thoni ju janë plotësisht vërteta. Berisha jo sot, po ka 25 vjet, 30 vjet, se 35 ka që është kriju Partia Demokratike, 35 vjet paktën, që kur mori pushtetin që hap masapi atë parti e ka kthy në parti personale, e ka SHPK familjare, e kontrollon familja ti. Dhe janë, ato që thani ju, janë plotësisht vërteta, me ballije, me flamurnoke, gjithë, janë shërptor, nuk kanë asnjë ide politike, asnjë bindje politike, janë vetëm shërptor që kanë përfituar nga pushteti i Berishës, nga korrupsioni i Berishës, nga krimet e Berishës. Është rrethi i ngushtë. Rrethi i ngushtë, sepse ato nuk po përgatiten për të fituar. Ato përgatiten mbajnë peng Partinë Demokratike. Ajo si parti nuk ka funksionuar si Parti Demokratike asnjë moment dhe nuk është rasti që sot po vjen këtë gjendje. Por ajo që desha t'ju them unë është që ju, para se të ndodhin kjo garë, ju keni qenë me gjithë një shoqen tuaj se ka Barbara Doda, po, dhe ju ishit prezent dhe ajo protestuat atëherë për zgjedhjet në forumin e rinor, që u bëjë njëjta gjë. Po, Barbara ka qenë një ndër vajzat e cila ngriti zërin edhe që në momentin që denoncoi procesin e forumit rinor të Partisë Demokratike, ajo u largua dhe tani aderon në një forcë tjetër të djathtë, të politike, të krijuar në një parti të re, ku ajo ka gjetur vetveten, pasi ajo ishte një vajzë që vinte nga një familje persekutuar, me kontribute e lexuar, por që gjatë gjithë kohës e vetmja gjë që ajo kërkonte ishin pikërisht vlerat, gara, demokracia, dhe nuk e gjeti veten, denoncoi procesin. S'ka për ta gjetë njëri veten në atë parti. Zëri i saj u ndje i papërfaqësuar dhe në ato momente ajo e kuptoi 2 vjet para meje. Unë e kuptova 2 vjet pas saj dhe prandaj jemi sot këtu ku jemi. Shumë bukur. Tashti ju Po është dhe një shprehje tjetër që më mirë vonë se sa kur. Absolutisht dhe unë ju respektoj dhe shumë njerëz kanë krijuar një lloj simpatie për ju, për faktin se ju i thatë që ju s'boni garë, ju s'respektoni rregullat, unë largohem nga ky grup. Jo vetëm kjo, se dua ta theksoj, dhe manipuluan procesin, dhe ndërhyrën proces. Dhe donin të vinin besnikët e vet, sepse besnikët i përdorin si kukulla për të ngritur kartonin siç duan këta, dhe këto nuk donin absolutisht që kjo parti të hapeshe. Këto ishin për mbylljen e kësaj partie. Një ndër sloganet e Berishës për para zgjedhjeve dhe primareve ishte që thoshte fytyra e kësaj fushate do jenë të rinë, ndërkohë fytyra e kësaj fushate ishte Edi Paloka, Flamurnoka, Albana Vokshi dhe çuni i Fari Balliut. Këto janë figurat e reja të Partisë Demokratike, dua të theksoj dhe diçka që një e vërtet dhe një e vërtet gjithmonë prodhojnë një të vërtet. Kurse një e vërtet dhe një gënjeshtër gjithmonë prodhojnë një gënjeshtër. Dhe ky është rasti konkret i Partisë Demokratike.